Më rezervë. Unë shkoja në Shijak, e di që më respektojnë, më duan, më bëjnë, e di jam më mirë. Edhe kështu që, sepse po të luje një fazë me kategoritë parë, nuk ishte drejt të aktivizoheshe në kategoritë dytë, ja. Duhet pa tjetër. Ju ktheve prapë në Shijak? Atëherë u ktheva prapë në Shijak. Verë Shijaku ishte jashtëzakonisht mirë atë vitin, 71-72. Po çfarë ndodh? Me lujtë në Peqin. Kur lutë Shijaku në Peqin, ishte një kandeshjet më të bukura që unë për vetë time kam pa, sepse edhe ata ishin jashtëzakonisht mirë, si Peqinat, luftonin shumë. Dhe ndeshin do ta arbitronte, do ta përmendë emrin, sepse vërtet ai e morin qafë Shijakun. Telat Bellova, vllai i Bellovës. Telat Bellova. Ne nuk e dinim se kush ishte Telat Bellova, po më vonë e mësuan që Telat Bellova ishte dhëndër Peqini. Deri këtu arriti? Deri këtu. Nuk ka, i kam bërë shumë herë, po shësi Shijakut. Flason me ato vite që kam lujton. Dhe fillon neshja në Peqin, fillon. Po, ne ishim mirë. Faktikisht Shijaku në atë vit ka qenë, pa tjetër duhet hynte në kategoritë parë, pa tjetër. Mirë, po, dha një ence favor të atyne, bën ata një gol, bën i lini një gol nga ana jonë, bën edhe unë një gol, 2-1 për ne, barazun Peqini, por në minutët e fundit dha një penalti Telati, se e dinte që do ta jepte, e dha Dull Dervishit, e dha penaltin, mund të them, mos them 5 metra, po 6 metra ishe jashtë zone. E ke parasysh kur pengohet lojtari këtu, jashtë zone, 5 metra, edhe shkon kështu, deri ke vija, ai e dha penalti. E dha penalti, ne gjithë lojtarët tanë, e futën në mes Telatin, faktikisht aty pati raste që jo fut njëri shkelm Telatit e jo tjetër këtë diun. Me po unë jo, unë e bashkimi jo, do thushi se ishim qik më ndryshe, ne qik më pesha letë, kur i thonë, nuk para ishim me aqë nerva, sa ashtu. Dhe, unë do prej loja, dha penaltina, nuk mund të ashtu. 3-2 fiton Peqini. Këtu, doli Firi, 1 pikë për para Shijakut. Nuk ishte e keqja, se ne kishim një neshje tjetër për lujtë, por çfarë bën? Federata, nëpërmjet raportimit që bëri Telat Bellova, dënoi 5 lojtarë dhe i caktoi vetë Telati këto dënonte. Kadrialien, që nuk u afro fare, Teldoracin, Bashkim Seidin, Dull Dervishin, edhe një tjetër, ka qenë një qerë i vogël që nuk të domethënë, nuk arritë më gjithë, si të themon, 5 titullarët e një ekipit. Nuk e di kush vjen në Fier, në Shijak, të rrifemi, edhe një tjetër, net. Iku këj më betë. Do të rëgoj dhe një diçka tjetër që cila më ka lënë për shtypje, por vetë regjimi që qenë atë kohë. Në vitin 72-73, Shijaku zë vend e dytë, dhe kur mbaron kampionati, federata caktoi që 3 ekipe do neshin me njëra tjetrën, se ishe një vend bosh kategoritë parë, midis Shijakut, Lokomotivës Durrësit, të morit Beratit. Do më thonë, do zhvillohesh një kampionat midis tyre 3 ekipeve në Vlorë, dhe kush do fitonte, do hynte kategoritë parë. Të them të drejtë, Shijaku ishe më mirë se Lokomotiva Durrësit, edhe më mirë se të morit Beratit. Por federata? Ne ishim përgatit, kur një masdite, unë me Dull Hoxhën, me këtë shokun tim që lutëm me Shijakun, e kishim shpinë Shkozet 1-1, do më thonë afër. Dhe kur në thonë ne që të kërkon profesor Petraqi, bashkë me një tjetër. Unë e Dulla ishin faktikisht në kafe, duke pi kafe, na mazite, na gjetën, shofun, do të përmend, sepse është për të përmendur, nën kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Durrësit. Ne që nuk po përmend emrin. Nuk po përmend emrin, nuk jeton më. Bashkë me Petraqi Ekonomin. Data për të zhvillu ishe mas një jave. Ne përgatiteshim Shijak për dujtë. Vjen atë edhe më drejtohet mu. Ka drejtot ti jem Shijak të nuk futbol pojtër. Ika nga ekipi i Teutës, është Lokomotivës, edhe ka do më në Shijak, ka bjetër hatë Shijak të dujtë. Tha ti nuk do lush, tha me Shijak. Pse i thashë? Po nuk do lush, thashë unë jam i kodrë, thashë unë... Ekipi më qoj, do më thonë, Lokomotiva më qoj atje, nuk se shkova vetë me të shkërën time.
Jo, tha, as ti dull hoxha nuk do shkosh atje, thënë Shijak. Në qoftë se ju, tekstualisht o fjalë, nëse po e përmend emrin Vasil Nakuçi, nuk ka ne diçka. Nxebile se ishte çik nevrika i thënë. Në qoftë se ju do loni, thënë, ne do ju transferojmë edhe me shtëpi, me punë, me gjithë në Shijak. Luajtët faktikisht? Absolutisht ne nuk luajtëm, se po të kishim luajt, jo për gjë, po të kishim luajt Andri, shumë nga lojtarët më kanë thënë që federata shumë herë ka abuzu me Shijakun, sepse kishte tre, kishte Durrësin, kishte Kavajën edhe Shijakun. Kështu që të tre Suljon. Kjo është e vërtet? Është jo e vërtet, po është shumë e vërtet. Dhe jo vetëm një vit. Jeni shkasës. Jo vetëm një vit, po disa vite. Mund të pyes për ndryshimin e trajtimit, si u ka pas trajtuar në atë kohë juve, dhe a digje për trajtimin e sotshëm, çfarë ndryshimi ka? Zoti Pierin, ndryshimi është mjaft i madh. Ka dy gjëra. Është ndryshe të luash me shpirt, e ta dashurosh futbollin, e të kesh gjuhën, të luftosh, e ndryshe të kesh privilegje e mos jesh i Zoti, por të përplasë një herë atje në fushë. Trajtimi jon në kategoritë 2, po flas që ishte thjesht vetëm një drek që haje, edhe pesoshi që merje në punë. Absolutisht asnjë trajtim tjetër që kishte. Unë do të them vetëm një rast për Sukth. Kemi shkuar nga Sukthi për të luajtur në Kukës, në mes të dimrit. Ka qenë janar, shkurt diçka tjetër. Dhe kur jemi zhvesh për të hyrë në fushë, ne kemi pas një par bluzat holla me mëngë shkurtra. Se s'kishte Sukthi materiale. Domethënë, ishte detyruar të luajë futboll sepse po mos luajë do ngrihet në fushë. Ka qenë një fushë poshtë lumit. Dhe këto ka qenë, por kanë qenë me shpirt madh. Domethënë nuk mundet. Kurse krahasimi me këto të sotshmet, këto është si natë me ditë sepse këta sot për mua janë jo futbollista. Këta niset vetëm nga interesi i lekut. Këta marrin edhe këtej, marrin edhe nga presidenti, edhe nga bashkia, dhe sponsorizim. Ju në qendrë. Si trajton fëmijët kur thirren për sportistë, qoftë mosha më e vogël deri në kategorinë? Atëherë unë një marru në 74 që marrova lash futbollin me fjalë, me që u detyruan ta lijem, se mos mund ta lije futbollin prapë, mund të luaja prapë, po na detyruan ta linim. Unë u bëra trajner me ekipet e Lokomotivës, ekipet Zinxhir. Të inkuadruar pranë klubit të sportit Lokomotivës. Domethënë, ishim në klub, ishim disa trajnera, jo pak, po disa trajnera, të cilët paguheshim nga klubi. Dhe unë dëgjoj si është muhabeti. Një trajner merrte moshën 10 vjeçare, fillimisht. E mante deri në moshën 14 vjeçare, domethënë deri ke paratrit. Dhe kjo mosh zhvillohet në Spartakiadën e pionerëve kombëtar. Nuk e kam fjalën për këtë tutën. Duhet pyes gjë tjetër. Si u trajtonin fëmijët në atë kohë? Si sot, a bëni një herë ndeshje ose stërvitje në orën 8 mëngjesit? Dëgjoj. Ose në korrik mes të vapës, në grupe? Ne, shiko si ishte, ke shumë të drejtë i pyetat. Vështirësitë për zhvillimin e ekipeve të Zinxhir ishte e madhe sepse terreni s'kishte. Por kishte një diçka tjetër që ne stërviteshim vetëm 3 herë në javë. Dhe ekipet e Lokomotivës furnizoheshin me materiale sportive po nga klubi. Dhe nuk mund të stërviteshin në borë, në shije, sepse fundimisht ata janë fëmijë nga 10 vjeçë deri në moshën 4-15 vjeç. Kurse ndryshon sot, unë do të them edhe një shembull sot, duke qenë trajner, rreth 17 vjet trajner me ekipet e Lokomotivës Zinxhir po flas. Po vere tashi që një trajner, këta trajnerat që janë sot me Lokomotivën, me Teutën, një trajner nuk mund të marrë më shumë se po them 22 numri më i madh që mund të marrë një trajner. Këta marrin nga 50 vjet. Edhe thjesht që marrin 50 vjet 50 vjet nuk mund të drejtohen e të mësohen sepse së del koha. Po këta i marrin nga 40 vjet, nga 50 vjet për arsye sepse sot këta paguhen nga prindi. Nuk e di nëse kupton. Qofse ka 22 vjet, nëse do marri
ka 10.000 lekë mu, i thë 220.000 lekë, jo, a i merë 50, kupton? Që të marri 500.000 e 600.000 në muj dhe mos nxjerrë. Dhe po ta shofër sot pak talente ka, kurse në atë kohë kishte shumë talente, sepse kishte vullnet dhe dëshirë për të luajtur futboll. Unë e kam fjalën që kemi dëgjuar kohë të fundit janë shumë fëmijë të dëmtuar. Nga se? Po, nga stërvitja stërmendimi, nga orar pa orar, nga mos vëmendja e trajnerit tek fëmijët se çfarë problemi ka, ke vizitat mjekësore që duhet ketë një fëmijë, një sportist që të bëhet tamam sportist, duhet që në vogli të kontrollohet nga mjeku. Ne kishim një kontroll në atë kohë shumë të rreptë për punë. Çdo muaj fëmijët do paraqiteshin pranë pallatit sportit të bënin analizat shëndetësore. Një, e dyta. Nuk kaloshim asnjëherë në stërmendim. Mi po talentet ishin të lind, talenti lind, ti mund bësh sa të duash ti, talenti lind. Unë do të them vetë, Fred Filjari, unë e kam pas lagje aty diku, aty afër. Miri Hima, to kanë dalë nga ekipet të zinxhir. Axhi Balljini, e ku ta di unë shumica këta. Mirë, po këta jo se kanë në diçka, po këta kanë qenë talenta të lindur, më kuptoti, për të luajtur futboll. Dorse me ato majt. Tot Leshten, Mirë Him, Gim Qela, Axhi Balljini, Shqipëri Balljini, këto janë të dalë nga ekipet zinxhir, Çfarë mund na thoni të shi për skuadrën e Zenit Shijak? Çfarë përshtypje ke? Tash duke qenë se kam luajtur futboll më shumë Shijak se sa kam luajtur me në Dorës, unë ruaj një respekt të madh për ekipin e Shijakut dhe për brezin tim që kanë, edhe për brezin përpara që kanë pas momente shoqëri, po edhe për këtë brez. Them drejtën, jo se e kam ndjekur shumë Shijakun, kampanja 2-3 ndeshje të Shijakut, bashkë me Bashkim Seidin, dhe vetëm më bëhet qefi shumë sepse sot ekipi Shijakut ka një vëmendje shumë të madhe nga ana e pushtetit lokal, nga bashkia, atë që ne se kemi pas përpara, këta tash e kanë, dhe po shoh që disa neshje më kanë pëlqyer shumë, disa neshje jo. Unë do t'i them këtyre lojtarëve të Shijakut, të rive tash që janë, që të marrin çik nga shpirti i Dull Dervishit, i Sovjet Kahut, i Bashkim Seidit, më kuptoni? Nga shpirti i këtyre, as i gjëma, Nikol Lambit, domethënë të gjithë këtyre sportistë, Baram Qyrbers, pse jo, sepse edhe Baram Qyrber ka luajtur Tel Doracit, domethënë të marrin pak shpirt, se talentin e kanë, se stërvitin gjithë si mungon. Në atë kohë që mungon, dhe tash mungon, po të marrin çik nga shpirti. Futbolli do shpirt, futbolli do forcë. Po si bëre këto atëre kot sa futboll, kot sa lodhesh kot. Zoti Kadri, me çfarë do e mbyllësh tash? E para herë do ta mbyll me urimin për ju, që arrini të vini me anë të kamerave, mundin dhe djersën të atyre futbollistëve që kanë derdhur djers, e ka hëngër shjelma, e kanë luajtur fush pa fush, për të luajtur për ekipin e. Do të falenderoj të gjithë futbollistët e Shijakut, ata që kanë qenë para meje, duke filluar nga Verdrita, Gimalia, e ku ta di unë të gjithë të tjerët, edhe deri ke këto që janë sot që luajnë me Shijakun. Unë do të falenderoj juve për arsye sepse ne kemi luajtur futboll, si unë, si edhe të tjerët. Qoftë se s'do ishte kjo kamera juaj sot, ata do ngeleshin, domethënë pa ditë. Kurse kjo jo vetëm që na bën krenar për atë që ne kemi dhënë në futboll, por emocionon dhe familjet tona. Ja djali im për shembull nuk e di se si ka luajtur baba, çka ka bëu baba, kuptoni? Kurse juve vërtet po vlerësoni atë punë të madhe, atë djersë që kanë derë të gjithë futbollistat e tënë. Unë ju falenderoj dhe vërtet keni marrë një nisëm, jo vetëm për futbollin. Ju në emisionin tuaj jepni dhe për çdo gjë, për njerëz të nderuar për këtë. Kështu që vazhdojeni këtë traditë se do ja u ndim për nder ne, familjet tona dhe gjithë. Ju faleminderit shumë.
Para shumë vitesh kam xhiruar në Tiranë si kryetari i shoqatës së jetimeve. A vazhdoni zoti Kadri? Atëherë është e vërtet që kam qenë Për herë të parë kam filmuar. po, është e vërtet faktikisht, tim ke firmuar një debat Bravo. në 15 kaçi, një debat konstruktiv Po. me kryeministrin atë kohë të Shqipërisë, nuk është nevojë të përmend emrat, dhe kam nejtë 16 vjet mas asaj filmimi që ke bërë ti, si presidenti i shoqatës kombëtare të jetimëve të Shqipërisë. E kam dorëzuar në vitin 2016, duke caktuar një djalë të mrekullueshëm atje, i cili sot po punon mirë. A do pranoni të Edhe bëni një reportazh për këtë? atëre, duke qenë se unë tashi, jo se jam largu nga shoqata, Jo. por shoqata dhe Këshilli Kombëtar më ka bërë president nderi. Kështu që unë herë pas here nuk jam shkputur, shkoj në Tiranë dhe bisedoj, ndihmoj, bëjmë. Kurse sot kam një vit që unë jam kryetar i shoqatës kombëtare të jetimëve të Shqipërisë për Durrësin tim. Pra, unë kam dhënë kontribut për gjithë Shqipërinë, po, jam president nderi, i dekoruar nga ku është medalja atje, dhe do të jap kontributin tim për qytetin tim tash. Do e pranoni një Do të pranoj, do bëni shumë mirë, sepse 27 vjet në krye të një shoqate, drejtuesi një shoqate, nuk janë pak. Faleminderit. Ngjarje ka shumë, gjëra ka shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.